Më pak se 2 metra e gjerë si duket nga brenda shtëpia më e çuditshme në Londër. Më pak se 2 metra e gjerë dhe 1.034 metra katror, prona me peskate, ishte dikur një dyqan kapelesh, sipas agjentit të pasurive të patundshme Winkworth, i cili po e shet. Shtëpia me 2 dhoma gjumi ndodhet në Shepherd's Bush, në perëndim të Londrës dhe u shndrua fillimisht nga fotografi i modës Jurgen Teller. Kati përdhesës ka një kuzhinë, një dhomë ngrënie dhe 2 qelçi që të nxjerrin në një kopsht me borë, ndërsa kati i parë ka një dhomë pritje. Në shkallët spirale, në katin e 2 do të gjeni një studio, një dhomë gjumi dhe një tarac. Kati i 3 ka një banjë, një dhomë zhveshje dhe një dush. Në majë të shtëpisë është dhoma kryesore e gjumit. Dizajni i brendshëm në qasjen e një jahti luksoz, duke shfrytëzuar në maksimum hapësirat e vogla, thot pronari i shtëpisë. Shtëpia e ngushtë mund të jetë diçka e çuditshme në Londër, por shtëpitë jashtëzakonisht të ngushta kanë qenë prej kohësh të famshme në vendet ku toka taksohet nga gjerësia të tilla si Vietnami dhe Hollanda, si dhe Japonia, që është një pionere në këtë fushë, ndërsa çmimi prej 1.3 milion dollarësh nuk e bën të përballueshme një shtëpi të tillë. Shtëpitë e vogla janë gjithmonë më të njohura pasi arkitektët u përgjigjen kostove të larta të jetesës.